Si rezultat i koordinimit të informacioneve dhe veprimeve operacionale me partnerët ndërkombëtar në Itali dhe në Spanjë me objektiv lokalizimin dhe kapjen e dy shtetasve të kërkuar ndërkombëtarisht për disa vepra penale, specialistët e seksionit për mbështetjen operacionale të hetimit në bashkëpunim me shërbimet e komisariateve të policisë Shiak dhe Kavaj finalizuan operacionin e koduar implikimi. Në kuadër të operacionit u arrestuan provizorisht me qëllim ekstradimin shtetasit Enkeled Avduli, 46 vjeç, i cili u kap teksa lëvizte me automjet në aksin rrugor Rogozhin-Peqin. Pasi gjykata e apelit e Bolonjës, Itali e ka dënuar me 7 vjet e 5 muaj dhe 9 ditë burgim për trafikim të lëndëve narkotike, armëmbajtje pa leje dhe kanosje. SK, 38 vjeç, i cili u kap në fshatin Sukthi i Ri, pasi autoritetet gjyqësore në Madrid i kanë kërkuar mas sigurie arrest në burg për veprat trafikimi lëndëve narkotike dhe pjesëmarrja në organizatë kriminale me qëllim tregtimin e lëndëve narkotike. Interpol Tirana, në bashkëpunim me autoritetet italiane dhe spanjolle, vijon procedurat për ekstradimin e këtyre shtetasve.